Në muajin e shenjtë të Ramazanit, solidariteti dhe humanizmi po marrin kuptim të veçantë në Kumanov. Shoqata humanitare Shpresa e Mirësisë po shpërndan çdo ditë qindra iftare për familjet në nevojë. Nismëtari Faik Hasani bëri të ditur se interesimi dhe mbështetja e bamirësve po rritet nga dita në ditë, duke shtuar edhe numrin e iftareve të përgatitura. Ne si vjet kemi filluar dhe kemi statuar me 350 iftare ditën e parë, pastaj siç është rritur numri, ashtu edhe kemi rritur edhe numrin të nevojtarëve. Ditën e dytë kemi bën 400 iftare, ditën e tretë 450, katërtën gjithashtu 450 dhe sot bamirësit janë shtuar, njëkohësisht ne kemi shtuar gjithashtu edhe numrin dhe sot do të shpërndahen inshallah 500 iftare në Kumanov dhe rrethin. Kjo mbështetje bëhet më shumë nga mërgjimtarët, por edhe prej qytetarëve të vendit, me qëllim që t'i mbështesin jetimët, invalidët dhe skamnorët. Iftarët përgatiten për disa lloje të qytetarëve, siç janë nevojtarët, jetimët dhe invalidët. Kemi shkuar në atë aspekt që t'i shikojmë ata që kanë më shumë të nevojë. Sa ju kushton juve një porcion për një person? Porcioni për një person kushton 4 euro dhe ne kemi 4 menyja të ndryshme. Përveç iftareve, kjo shoqat shpërndan edhe paketa ushqimore.